Mesafir të ndëruar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin ton dhe t'juajen në ADN mirë mbrëma në em. Mirë mbrëma mirë mbrëma të gjithve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, gati që të jeni. Më shumë se 60 vite e mbajnë këtë slogan. Kemi pas edhe sloganet të tjera në realitet, por e bukura është se kështu mendojmë që t'ju përshëndesim kudo që t'jeni. Kudo që jeni ju që i thoni bukës buk e ujit uj në tër globin toksor. Mirë mbrëma nga spektakli juaj ODN, këtu në Radio Televizionin 21. Jemi në muajin mars, sërish vjen marsi. Marsi ka ditë jetë edhe tragjik, po edhe sigurisht shumë mitik, legendar për ne, sepse ngjarje të mëdha që ka nis lëvizjen e ati globit të lirisë së shqiptarëve, sikur ka ndodhë në këta muaj, edhe në muajin mars. Sot, në realitet, kur po realizojmë këtë spektakël, shënojmë 27 vjet të fillimit të demonstratave të vitit 1981. Isha në moshë shumë të re, në realitet, edhe kur se kisha menduar se një ditë do të thoja a ju kujtohet para 27 vjetëve ka ndodhë kjo ngjarje, se më duke i sikur pafundësisht do të mbetem nxënës i vitit parë të shkollës së mesme. E të qëmë këtë kanë. Mas zemerolie Qaku ytë qaku iskenderit Abë të krashin Ojtë të
Këtë këngë e ka këndu Miria në vitin 1990, në momentet kur guxua me këndu, sepse në realitet kjo këngë ishte kënduar në vitin 1989 nga artistja e madhe që e donin edhe e duan edhe sot dhe kësaj ditë gjithë shqiptarët, kudo që janë në botë, për zërin e saj kristal folklorik në muzikën popullore, Fatime Sokoli. Ishte mbështetja më e madhe logjistike që na dukej për neve të gjithve që jetonim në atë frym, e cila filloi furishëm me 11 mars, që filloi në qendrën e studentëve, e filluan studentët, si çdo gjë që zakonisht studentët kanë filluar revolucionet në ndryshimin e jetës së njerëzve, kurse këtu në realitet fillonte një revolucion i ri për lirinë tonë kombëtare. Ne kishim vesh një idealin kombëtar. Na thonë shpesh, jo keni dashur Enverin, jo keni dashur Titon, jo kështu. Ne kishim vesh një idealin kombëtar, idealin e lirisë kombëtare. Me 11 mars, Miria, unë aksidentalisht kam pas fatin më u ftjell edhe më u gjet në atë pjesë. Me 26 mars, në realitet, studentët, sepse demonstratat i organizojnë kushtimisht studentët me 11 mars dhe me 26 mars. Me 26 mars, përsëri janë studentët, fillojnë demonstratat të mëdha në qendrën e studentëve, i izolojnë e kështu. Fillon sistemi me vepru në mënyrën më të vrazhd, me ardhë policia nga gjithë Jugoslavia, sidomos nga Serbia, me hynë Kosovë, kështu me radhë. Demonstratat kulmojnë në realitet me 1 edhe 2 prill, kur e gjithë shqiptaria që ishte në Kosovë, po dhe jashtë Kosovë, vinë në demonstratat që zhvillohen në Prishtinë, po dhe në qytetet tjera të Kosovës, me kërkesën që Kosova të bëhet republikë. Atëherë shpresa e vetme shihej që Kosova të bëhet republikë në kuadër të asaj Jugoslavie që ishte, nuk shishim shpresë tjetër dhe edhe sistemi në botë ishte i ndarë në 2 pjesë, bota perëndimore demokratike dhe pjesa tjetër, ne pak kishim prek nga ajo, edhe pse absolutisht të gjithë shqiptarët që ndiqeshin, e përndiqeshin edhe iknin nga Kosova, përfundonin në perëndim. Jo në vendet komuniste, është shumë interesante, edhe pse mundohen të na gjykojnë sikur në kuadër të marksizëm-leninizmit e kemi realizuar atë gjë. Jo, shqiptarët kërkonin lirinë e tyre, e cila vazhdoi më pas në vitin 1989, në vitin 1990 dhe përfundoi e u realizua në 1999 me luftën tonë çlirimtare më në krye ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Për krejt këtë, në kapitullin e 2 të spektaklit tuaj, do të kemi një lloj kronike apo mini dokumentarit të vogël i cili do të flasi gjëra interesante, ndoshta të pa dëgjuara për demonstratat e vitit 1981. Ndryshe, kemi qenë të rrezikuar edhe Miria dhe unë, dhe edhe shumë artistë të tjerë, për këngët që i kemi këndu, edhe në vitin 1990, bile njëherë, jo unë, po dikush tjetër, edhe i ka hangër 60 ditë burg, po pikrisht për këtë këngë, edhe për këngën time Moj Sërbisht Rigje Vjetër, e kështu me radhë. Po ne ecim tutjen, do të flasim në një moment tjetër për rezistencën në art, edhe për artin paraprirës për lirinë tonë. Le t'i falenderojmë nga zemra gjithë ata që në suporti unë i fuqishëm, e mbështetja jonë e mirë, sponsorët tanë, për këtë skenografi të bukur, për këtë background fantastik që na tregon Prishtinën tonë të dashur, kryeqytetin e Republikës Kosovës, kryeqytetin e shqiptarëve quaj unë, edhe Miria flok kush t'i kanë resh, mas i them u s'm ka vesh, këtë flok kur kush jëm vesh vetë. E falenderoj zonjën Selvete në kodrën e trimave, e cila për kujdeset për pamjen time. Dhe le të vazhdoj slogani, Salonion Dulimit, Vranjevc, kodra e trimave, Prishtinë, Selvete. Ne këtim pa humbur kohë duke u lënë radhën atyre që sjellin për çdo javë gazin, humorin, përmes satires, alegorisë, së tyre, artistët e humorit, Dalahyr dhe Kuja. Mirë, mama, mirë.